Atëherë sot do të bashkëbisedoj me Gojard Kamberin dhe Kesi Saliasin. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm. Tani, pyetja ime e parë është çfarë kuptoni me termin siguri? Kush do ta nisi nga ju? Ta nisun? Po. Them, vazhdojmë vajzat para. Faleminderit. Pikës parë shumë faleminderit për ftesën, e vlerësoj shumë dhe shumë urime për emisionin. Shumë faleminderit. Për mua siguria është, sidomos në moshën që jemi fiks adoleshencën, siguria është parsorja, është ajo që na duhet për të përballuar çdo ditë që ne ecim dhe çdo ditë që ne jetojmë në këtë shoqërinë tonë. Siguria është një aspekt që tha shumë i rëndësishëm, pasi është ajo që na bën neve ballë me gjithë të tjerët. Është gjëja që neve na duhet në çdo marrëdhënie që kryejmë brenda familjare, shoqërore apo çfarëdo lloj aspekti tjetër, e vërtet. Po për ty Gojard, çfarë kupton me termin siguri? Radh parë, shumë faleminderit për ftesë. Siguria për mua është që ti jesh mirë nga ana psikologjike edhe nga ana fizike. E kuptoj. Cilët mendoni që janë për ju garantorët e sigurisë? Për mua garantorët e sigurisë është në radh parë familja. Gjithashtu dhe për mua, familja është aspekti kryesor që duhet filluar siguria nga aty. Një fëmijë që foshnjë duhet i sigurohet kjo siguri, duhet i jepet, t'i mundsohet siguria dhe më pas gjatë kohës bëhet si një lloj tradite që fëmia e kërkon dhe e do këtë lloj sigurie edhe në shoqëri dhe në çdo marrëdhënie tjetër. E kuptoj. Në jetën tuaj të përditshme, Gojard dhe Kesi, a ndjeni ju të sigurt? Deri diku po. Janë bërë disa reforma që nëse mund t'i quajmë nga ngjarjet e fundit që sado pak na ndihmojnë që të ndjehemi më të sigurt. Për sa i përket adoleshentëve, ka shumë platforma të cilat na ndihmojnë që neve të jemi të sigurt. Ka platforma që na ndihmojnë në asete të ndryshme si në rrjetet sociale, ndaj bullizmit social, ndaj bullizmit në rrjetet sociale, ndaj bullizmit në shkolla. Në shkolla gjithashtu është rritur shumë siguria duke me anë të psikologëve, të policëve social dhe të rojeve gjithashtu. Unë nuk e mendoj të tillë në fakt nga shkolla. Ishte si varet në cilin këndvështrim ju e shikoni? E shikoj në këndvështrimin e kohëve të fundit, edhe pas ngjarjeve tragjike që kanë ndodhur, le të themi 2 vitet e fundit, se s'po e specifikoj. Është rritur shumë duke qenë se duhej që të ndodhte një ngjarje shumë e madhe, fatkeqësisht, duhet ndodhte një fatkeqësi shumë e madhe që edhe të tjerë të merrnin Po, e vërtet, po unë mendoj që ne si fillim do të marrim me parandalimet dhe më pas pra që mos ketë reagime mbasi ndodhin ngjarje tragjike, se pastaj është shumë vonë. Më kupton, ngjarja tragjike ka ndodhur tashmë, kështu që jo ngjarja, por në fakt ngjarjet ka ndodhur, kështu që është e kotë që të merren. Nuk është se është e kotë, po mendoj që do ishte më efikase të merreshim më përpara. Parandalimi nuk u bë, prandaj ndodhi dhe çfarë ndodhi. Nëse do kishte ndodhur parandalimi, nuk do kishte ndodhur gjithë këto ngjarje që po hasim. Ndaj dhe mendoj që kjo siguri që është shtuar, e ka shtuar dhe ndikimin e parandalimit në shoqëri. Edhe unë bashkoj me pjesën e vaj që deri diku ndihemi sigurt dhe deri diku jo. Atëherë çfarë ju bën të ndiheni të pasigurt ose të pambrojtur? Mua të pasigurt më shumë ndihem kur jam në rrugë, kur eci në rrugë, në ditët e zakonshme. Pse? Po në rrugë kur nuk i di se çfarë mund të ndodhi. Ti mund të jesh për qefin tënd, duke unë lokal me shoqërinë, edhe mund dalë një person që ka prodhuar lëndë narkotike, mund të jetë i pirë, kur nuk i dihet. Po për ty Kesi? Çfarë të bën të ndihesh e pasigurt ose e pambrojtur? Nëse e shohim në aspektin e të qenit një femër, ka akoma më shumë pasiguri se sa ti jesh një sekundërt. E të qenë është femër qëndron në shumë pasiguri, sepse ti nuk e di se çfarë lloj mentaliteti mund të ketë një person tjetër, apo në çfarë substancash mund të jetë një person tjetër, apo në çfarë mentaliteti, çfarë mendësie mund të ketë ai. Ti shumë mirë mund të kesh dalë për shefin tënd, mund të kesh veshur një fustan, një fund, çfarë të doj zemra aty, dhe dikush tjetër mund të vi, të ngacmojë në një mënyrë ose të flasë, gjë që ti nuk ndihesh fare rehat. Nëse ti vazhdon edhe e insiston, do me thënë, largimin e personit edhe ai nuk largohet, kjo pastaj është një tjetër lloj cënimi i sigurisë dhe pasigurie që femrat. Okej, atëherë është e vërtetë që për ne
të gjinisë femërore, pra për ne vajzat është më e vështirë, duke qenë se gjinia jote gojart, jo ti detyrimisht, patjetër, se unë jam shumë e sigurt që ti nuk je pjesë asaj lloj kategorie, por që është e vërtetë që ne në rrugë shpeshherë, domosdoshmë orët e vona të natës, po në çdo orë në fakt të ditës, ndihemi të pasigurta, duke qenë se ngacmimet janë më të shumta, por mos thon pasaj që kalojnë edhe për më tepër se thjesht një fjalë goje, por që gjithsesi ti gojart si mendon për këtë pjesë? Unë bashkohem sepse gjinia mashkullore po është pak më e lehtë për të dalë, ndërsa vajzat nuk mund të jenë aq të lira duke ecur në rrugë. Siç e tha vajza që ju mund të jeni për qef, mund të keni veshur një fustan duke ecur për qef. Ose në fakt çfarë do lloj gjëje që ne munduam, edhe ju prap nuk arrini ti, pra gjinia jote nuk arrin të kontrolloj fjalët që ndjen nga goja. Është e vërtetë në fakt. Si e shihni raportin e sigurisë në shkollë dhe në rrugë? Në shkollë deri diku është më e lartë se në rrugë. Siç e përmenda pak më parë, janë vendosur disa parandalues në shkollë që deri diku të ndalojnë të cënosh ti të sigurinë e dikujt tjetër, por nuk mund të lëm pa përmendur që shkolla, nxënësit që janë në shkollë kanë dhe një jetë jashtë shkollës. Do të thotë që jashtë shkolle, okay, hasemi në rrugë, takohen njerëzit në rrugë, nxënësit takohen në rrugë, por në rrugë është pikërisht ajo pjesa që duhet pak më shumë siguri, edhe pse forcat e sigurisë dhe të rendit janë sigurisht, janë në gjendje 24/7, janë gati, prapë së prapë janë disa gjëra që nuk mund të shmangen dhe nuk mund t'i parandalojmë dot. E kuptoj. Në fakt unë mendoj që ne mund t'i parandalojmë, pra në fakt jo neve, por që infrastrukturat si? Substancë. Po, ose institucionet e tjera, në fakt mendoj që kanë atë fuqinë e parandalimit, po çfarë mendojnë që mund përmirësohet në shkollë? Çfarë mund përmirësohet në shkollë? Nuk mendoj që mund vendosin shumë parandalues për sa i përket për shembull një polic ose një psikolog, nuk mund ta vendosësh këtë për sa kohë që mentaliteti i nxënësit nuk e ndryshon dot. Okej, një psikolog mund ta bëj punën e vet, por një nxënës përveç atij një orshi që bën në javë ose në muaj, është shumë e rrallë që një nxënës ose një klasë të marrë një orë në javë psikolog, shumë e rrallë. Në një herë në muaj. Pothuajse e pamundur. Ose një herë në vit që mund të bëj me ai nxënës me psikologun, nuk ndikon dot në mendsinë e Mendoj që duhet jetë një punë e vazhduar, pra të jetë gjithçka në vazhdimsi, edhe në fakt se çfarë do të përmirësoj shkolla, mendoj që janë shumë, duke qenë se gjithë stafi pedagogjik mendoj që do të punoj pak më shumë me nxënësit, pra me bashkëmoshatarët tanë, sepse nëse psikologët do bënin atë punën e tyre si duhet, në takimet e shpeshta që ata mund të bënin, mund të vinin re njerëz të cilët, pra studentët, nxënës të cilët shfaqin shenja agresiviteti dhe me këta nxënës mund të punonin më shumë. Dhe duhet ishte një punë bashkë me familjen, mendoj. Duhet ishte një grup që të bënin fuqi për të parandaluar këto lloj rastesh. Sepse në momentin që ne do kishim psikolog më të shumt në shkollë, pra takimet do ishin më të shumta, mendoj që shumë psikolog mund ta vinin re që nxënësit mund të shfaqnin shenja agresiviteti, por mendoj që duhet ishin pak më trajnuar për këto raste. Sepse shpesh herë bëjnë sikur nuk i shohin fare, bëjnë sikur nuk janë aty. Është neglizhenca e një mësuesi, Po, dhe në fakt vim pastaj më vonë dalin raste tragjike që ndodhin shumë nëpër shkolla. Ne kemi dhe shkollat tona dhe secili gojart bashkohesh mendimit që nëpër shkolla ndodhin shumë sherre, qoftë në shkollën vjeçare apo në gjimnaz, por që mendoj që kjo vjen nga puna e pakët që bëjnë. Sepse në fakt ne gjithmonë reagojnë, pra të rriturit ose institucionet reagojnë mbasi bëhet ngjarja. Pra mbasi ka ndodhur gjithçka, atëherë reagojnë. Në fakt ne duhet të flasim shumë mendoj që për parandalimet, sepse parandalimet janë më të rëndësishme se sa dëshkimet. Më kupton? Sepse një person që se ndëshkohet nga X herë që ka ndodhur në shkollë, okay, ai mund të shkojë në shkollë tjetër dhe mund të bëjë po prapë të njëjtën gjë. Pra nuk merr atë edukimin që ai duhet të merrte. Mësimin, thonjza. E kuptoj. Ti gojart çfarë mendon? Çfarë duhet të përmirësohet në shkollë dhe në rrugë? Po përqendrohem te shkolla, duke qenë se ne aty kalojmë pjesën tonë më të shumë të ditës. Në shkollë më shumë them për lidhjen midis mësuesit dhe nxënësit, të jenë më të afërm pasi edhe mësuesi nuk është aq i lidhur me nxënësin. E kuptoj.
Psikologja ta bëj pak më shumë punën e vet, aktivitete, nëse shikoni nxënës që nuk ndihet mirë ta marrin në zyrën e vet, i flasi. Po. Më shumë këto janë në pjesën e shkollës. Po, po edhe pak të siguria. Në qoftë se do shtoheshe pak siguria në shkollë, mendoj që do kishte një lloj Patjetër, por ne e kemi vënë re që më shumë siguri ka në gjimnaze dhe më shumë ngjarje ka në nëntëvjeçare. Ashtu mendon, ëh? Flasim aty Me që është- statistika, po. Nga statistikat dhe çfarë është realiteti, problematikët më të mëdha janë nëntëvjeçarët, sesa gjimnazi. Okej, në gjimnaz mund ndodhi një sherr i vogël, një zënk, por që shqyr zotit nuk kemi deri tani raste që kanë agravuar situatat deri në maksimum apo deri në ekstrem. Për sa i përket nëntëvjeçarëve, janë fëmijët e vegjël që nuk janë para adoleshencët, që krijojnë atë vrullin e madh brenda vetes që duhet i zgjidhin këto ngjarje, duhet i zgjidhin me dhunë, me mënyra shumë ekstreme që sigurisht sjellin edhe në pasoja ekstreme. E kuptoj. Në fakt varet si je i formuar, sepse nëse ti sheh që në familjen tënde ka gjithë kohës dhunë, konflikte, gjithë me radhë, ti vetë nga natyra jote e normalizon dhunën, edhe normalizon konfliktet. Por mendoj që vjen edhe nga kur fola për përmirësimet, fola për përmirësimet dhe për shkollën vjeçare. Pra sepse ne duhet ta marrim atë punën, duhet ta marrim në çdo cikël, më kupton, jo vetëm kur shkelin në gjimnaz, sepse mendoj që është pak vonë. Nuk është vonë, por që do ishte më mira që të bëhesh si punë që në vjeçare. Nuk mund të jetë kur vonë, por e mira është që jo në vjeçare, por që në fillore. Po, që në fillore, po patjetër. Qenë se fëmijët sot fëmijët e vegjël, nuk po them për adoleshentët, janë shumë të zhvilluar dhe janë shumë të përhapur dhe janë gjithmonë në përballje dhe me rrjete sociale dhe me zhvillime të shumta të kohës, janë gjithmonë më të prekur dhe gjithmonë edhe më shumë gati për të kryer veprime të cilat mund të duken më shumë si veprimet e një personi pak më të rritur. Atëherë Gojard dhe Kesi, si mendoni? Si reagon shkolla ndaj, jo si mendoni, në fakt çfarë bëhet në të vërtetë? Si reagon shkolla ndaj konflikteve mes nxënësve? Kur disa nxënësa bëjnë konflikt me njëri tjetrin, masat që janë më shumë është oficerja dhe psikologja. Ato thriten, takojnë nxënësit e marrin çdo nxënës e veç në një zyrë. I flasin përse e bëre këtë gjë, vazhdojnë e pyesin deri ta dinë se për çfarë ka qenë konflikti. I përpiqen që ti pajtojnë njëri tjetrin, të kenë shoqëri më të mirë, mos të ketë zënka ndaj asnjë lloji nxënësi. Por në rastin që një nxënës nuk e kupton këtë gjë dhe vazhdon ala të bëjë konflikte, masa më e madhe është përjashtimi. Po ti Kesi? Jam gjithashtu dakord me përjashtimin, është masa më e lartë që mund ndodhi. Në mendimin tim, çfarë duhet ndodhi është që pikë parë duhet vendoset prindi në dieni. Është shumë e rrallë që prindi vendoset në dieni për shkak se mund mos duan që ta shqetësojnë ose vetë nxënësi, fëmia në rast nuk do që prindrit të jenë në dieni për këtë gjë, mund të jenë 1001 arsye, por që vetë mësuesi dhe vetë staf pedagogjik duhet ta ketë për detyrë që fiks gjëja e parë që duhet ndodhi është të lajmërohet prindi. Ashtu mendoj që është zgjidhja më efikase? Po, duke qenë se familja është bërthama që e çdo personi dhe është bërthama që jep zgjidhje çdo problemi të mundshëm. Në familje fillojnë problemet dhe gjithashtu zgjidhen problemet në mendimin tim. Ashtu mendon, por në fakt mendoj që nuk mjafton, duke qenë se mund të kenë në familje shpeshherë mund të jetë bërë edhe mund të jetë normalizuar edhe dhuna. Pra nëse ky nxënës, pra bashkëmoshatari jon, vjen nga një familje në të cilat ndodhin shumë shpesh konflikte apo dhunë, nuk mendoj që do jetë e mjaftueshme si zgjidhje që ne të lajmërojmë, pra që drejtoria e shkollës lajmëroj prindin. Se ka dhe raste të tilla. Në atë rast më shumë është që të hyjë psikologja. Si? Në atë rast më shumë është që të hyjë psikologja në atë farë pjesë. Ta marrin nxënësin, të flasin, të sqarojnë çdo gjë, që edhe nxënësi të ndihet mirë. Se nëse është rritur me atë lloj familje që ka konflikte, ai as vetë nuk e di si ndihet në ato lloj momente. Ndaj e thash dhe burimi kryesor dhe baza e çdo konflikti dhe çdo sigurie është vetë familja. Okej. Nga të rinjt, jo shumë. Nuk respektojnë dhe shumë ai sa kanë parë. Por që realist, edhe unë mendoj që nuk respektojnë shumë. Por edhe nga të rriturit, Po të rinjt janë pak më që nuk është se i respektojnë shumë rregullat e qarkullimit rrugor.
E kuptoj. Ti gojar ti respekton vetë rregullat e qarkullimit rrugor? Po, normal. Po, normal, dhe je këtu. Mirë se do e provojmë gojar, do të shoh fund, ai respekton. Po ti ke si vendo? Atëherë, në mendimin tim është një trend që po përjetojnë adoleshentët e sotëm, fast life. Do me thënë ajo adrenalina që ty të jep, gjëja e shpejt, gjëja e pa drejt, sfida që ti krijon të tjerëve, është një trend që po krijohet. Dhe të rinjtë e sotëm janë pak më të prirur që ti bëjnë këto Ti thyen rregullat. Këto rregullat dhe Në fakt mendoj që është me mosh, se ne këto gjërat që kemi si qenë njerëzore, ve si qenë njerëzore, këto gjërat që ne kemi ndaluara na shtyn më shumë që ti provojmë edhe ti. Po, por që kohët e fundit po shifet pak më shumë si trend, do me thënë ne shikojmë ditë për ditë në lajme të ndryshme apo dhe vetë në rrjetet sociale shikojmë të rinjtë shumë që me një makinë, edhe në qoftë se nuk e kanë detyrimisht të vetën, mund ta kenë marrë nga familjar, nga shok, nga të tjerë, e kanë pak atë kënaqësinë që në thonjza të shesin pak mend në rrjetet, një video e bukur, një shpejtësi pak më e lartë, një zë i muzikës pak më i lartë. Dhe këto janë pastaj gjëra që sjellin pasoja. Unë më shumë këtë gjë mendoj sikur është qejf momental. Është qejf momental, por nuk mund të quhet vetëm momental, sepse ti nëse e bën një herë ti do kërkosh ta bësh edhe disa herë tjera, është fiks ky trendi që kërkohet të bësh vazhdimisht. Është më shumë nga që unë për shembull po marr pjesë vetën. Edhe unë për shembull tani sa kam bërë patentën, po e kam atë qejfin, do dal me makinë, do dal me shoqërinë, xhiro, muzikë lart, siç e thënë, ndonjë video me hedh në rrjetet sociale. Më shumë është si qejf nga që e ke arritur moshën që mund të bësh patentën dhe mund të dalësh më rehat, ndërsa një zonë, një burr më i madh nuk është se ka qejfin si ne. Okej, ne po flasim për aspektin e adoleshentëve. Okej, unë të kuptoj dhe të njoh ty deri diku, por unë nuk mund të njoh një person që ai mund të jetë në ndikimin e çfarëdo lloj substance ose çfarëdo lloj alkooli dhe një moment të bukur ai kërkon që të dalin me makinë, fiks ky qefi momental dhe shtypi pak më shumë gazin dhe unë ndërkohë jam shumë e lumtur duke kaluar rrugën në vija të bardha me semafor. Ça faj kam unë shkreta që ai tjetri ta shtypi pak më shumë gazin. S'faj ka kesi që ti s'ta po morë patentën edhe do të qesësh pak më. Je në qef. Qef momental. Po, qef momental. Në fakt është e vërtet. Neve na pëlqen pak, edhe shpejtësia, edhe makinat. Edhe me qira llafi, gojar ti ke marrë patentën? Urime, po pres xhiron. Okej. Xhiron që mbas kësajt. Që mbas sajt. Po këtu ka me bicikletë unë për xhiron. Pa e kom parkuar makinën. Po. Do ta përmendim që edhe bicikletat janë shumë të rrezikshme sot. Në qoftë se një i ri vendos që të jetë pak më praktik me bicikletë, gjithmonë më shumë i predispozuar për ndaj këtyre problemeve. Po çfarë mund zgjidhte këtë si problem? Qëndrojmë gjithmonë tek mentaliteti, ndërgjegjësimi i personit dhe mentaliteti i personit. Sado që ne vetë vendosim masa shtrënguese edhe policita, shtojmë edhe organe të tjera, gjithmonë është mentaliteti. Nëse personi nuk e ndryshon dhe nuk e mendon veten sikur të jetë në vendin e tjetrit, nuk mundet dot të ndryshohet asgjë. Bashkohesh me mendimin e kesit? Apo mendon që organet kompetente mund të bënin diçka që ne? Unë më shumë bashkohem si sta Casey, sepse edhe para disa kohëve u vuaj ai rregulli i skuterave, që u hoqën, përsëri në rrugë kishte skutera. Si e konsideroni me vërtet? Si e konsideroni si vendim? E konsideroni të drejtë apo? Është shumë vendim i drejtë, për sa i përket skuterave, duhet vendoset një limit. Mendoj, një siç mund të marrë një njeri të marrë makinën, edhe skuteri është gjithmonë një mjet shumë i rrezikshëm për të rinjt. Mund të jetë edhe pak faj, është edhe pak faj i shtetit. Kemi shumë pak korsi bicikletash dhe akoma bëhet më e vështirë që këto skutera të kalojnë në këto korsi edhe të kalojnë në një vend të sigurt. Pra këtë si vendim që është marrë kohët e fundit e konsideron si të drejtë. Shumë të drejtë, duke qenë se fatkeqësisht edhe këto skuterat po i jepen në dorë edhe shumë fëmijëve ose para adoleshentëve, që është një moshë shumë e rrezikshme. Mendojnë që ky si vendim ka parandaluar aksidentet? I ka parandaluar shumë, do me thënë sipas ligjit është parandaluar, por çfarë është realiteti, është gjë tjetër e kundërt, siç e tha dhe Gojarti, që vazhdojnë akoma përdorimi i këtyre skuterave.
Ti Gojart si e konsideron si vendim? Se unë në fakt nuk jam shumë dakord. Dhe një farë pjesë Casey e ka shumë sakt. Unë thjesht doja të them, duke dëgjuar Caseyn, ke pjesa e kursive biçikletave që nuk ka shumë, edhe me pas shumë nuk është se do na hyjë në punë. Pasi edhe po të shikosh kursitë e biçikletave tani, nuk ka hapësirë kur të ecësh me biçikletë. Janë njerëz duke ecur për qefin e tyre, nuk e hapin rrugën, kanë kursinë e tyre duke që mund të ecin dhe nuk ecin aty ecin në kursinë e biçikletave. Ne me thënë të drejtën s'kemi më as rrugë ku mund të kalojnë trotuare, e jo më të kemi kursi biçikletash. E vërtet, në fakt. Lidhje me këtë temë, çfarë këshillash do i jepni patjetër edhe bashkëpunëtorëve tanë, po edhe organeve ose shkollave? Për të shtuar sigurinë patjetër. Shkollave më shumë që mësuesit, psikologët, çdo staf i asaj shkolle të janë më të lidhur me nxënësit, edhe nxënësit të jenë më mirë kuptues me njëri tjetrin, të flasin, të sqarojnë çfarë gjëje dhe të jenë në shoqëri me njëri tjetrin. Po ti Casey? Për sa i përket mendimit tim, çdo gjë fillon nga vetja. Ndërgjegjësimi vetjak është gjëja kryesore që një person duhet të bëjë. Më pas fillon në aspektin e dytë në detyrën që ka familja në rritjen dhe në formimin e një personi që në të ardhmen ai të bëhet një nxënës, një individ apo dhe një person në shoqërinë tonë, të jetë sa më i edukuar dhe më përveç sigurisë personale të japi dhe siguri të tjerëve dhe personave që ka përreth. Në fakt edhe unë kështu mendoj, mësuesit apo stafi pedagogjik nuk do të fokusohet më shumë tek mësimet, por si fillim të përpiqet na bëjnë një nxënës sa më të mirë dhe sa më të edukuar dhe më pas të kalojnë tek çështja e mësimeve. Atëherë Casey dhe Gojart, shumë faleminderit. Faleminderit ju. Ju uroj shumë suksese, edhe me kujdes Gojart, edhe ti Casey. Faleminderit. Pa problem.